Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut garanton furnizimin me gaz natyror nga SBA-ja. Në kuadër të vizitës zyrtare të një delegacioni të lartë qeveritar të Republikës Maqedonisë së Veriut në SBA, Ministri i Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale, Sanja Buzhinoska, nënshkroi në Washington një memorandum mirëkuptimi me Shtetet e Bashkuara për të përmirësuar sigurinë e furnizimit me gaz natyror. Nënshkrimi vjen si pjesë e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara, një platformë kyçe për thellimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Dokumenti gjithashtu parashikon hapa specifik për zhvillimin e infrastrukturës, përmirësimin e transparencës së tregjeve të gazit, gjë që hap mundësinë e përdorimit të instrumenteve financiare publike dhe private, duke përfshirë mbështetjen nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe agjencitë e kreditit të eksportit. Opozita maqedonase LSDM kërkon uljen e TVSH-s për karburantet nga 18 në 5% me procedurë urgjente me qëllim mbrojtjen e standardeve të jetesës së qytetarëve dhe zbutjen e presioneve inflacioniste. Deputetja e LSDM-s, Sanja Lukareska, tha se ulja e TVSH-s do të ketë një efekt të drejtë në shportën e konsumatorit dhe në nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Deputetja e LSDM-s kujtoi paralajmërimet nga Bashkimi Evropian se kriza ekonomike do të zgjasë për një periudhë të gjatë dhe se nevojiten masa përgatitje dhe strategji në kohë. Alianca për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut akuzon kryetarin e komunës Tetovës Bilal Kasami për informacione të pavërteta se ka filluar ndërtimi i rrugës Tetov-Prizren. Sipas Aliancës për shqiptarët, rruga jo vetëm që nuk ka filluar, por është ende në fazë përgatitore dhe nuk ka filluar procedura e tenderimit. Fakte zyrtare nga Ministria e Transportit janë të qartë. Projekti është ende në fazë fillestare. Po përgatitet dokumentacion, nuk ka procedurë tenderimi dhe nuk ka filluar ndërtimi. Alianca për shqiptarët pohon se prezantimi i ndërhyrjeve lokale si projekt ndërkufitar përbën manipulim dhe krijim të një realiteti terren për qytetarët. Tani kemi një situatë absurde. Qeveria flet për projektim, komuna flet për ndërtim. Kjo nuk është dallim interpretimi, është kontradikt me faktet. Dhe kur faktet janë kaq të qarta, përfundimi është i vetëm. Qytetarëve po shitet propagandë si realitet. Prandaj, kur dikush thot të kundërtën, nuk po informon, po mashtron. Rajoni. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pas mbarimit të mandatit deklaroi se kishte marrë garanci nga Albin Kurti në dhjetor për një mandat të dytë presidencial. Më pas, sipas Osmanit, gjithçka ndryshoi dhe Kurti nuk e mbështeti më. Nuk do të dilja publikisht dhe të përmendja interesimin për një mandat të dytë, sikur mos të më thuhej paraprakisht nga vetë kryeministri që e kisha përkrajen e tij, po kjo ka qenë diku dhjetor, janar, që e kam përkrajen e partisë së tij. Shqetësimi ka qenë më shumë fillimisht te votat e opozitës dhe pastaj gjithçka ka ndryshuar. Menjëherë u bë mos përkraje nga vetë ana e tij. Megjithatë, në asnjë moment nuk ka pas hezitim kandidimi nga ana ime. Kryetaria e Kuvendit e Kosovës dhe njëherësh ushtruesi detyrës së presidentit Albulena Axhiu tha se është e hapur që të ndihmojë në zgjedhjen e çështjes së presidentit të Republikës. Reagimi erdhi gjatë takimit me avokatin e popullit të Shqipërisë në zyrën e saj në Kuvend. Unë jam shumë e hapur që me ndihmu nëse mundet. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikoi Aleancën për ardhmërinë e Kosovës pasi refuzoi takimin me kryetarin LDK-s Lumir Abdigjiku. Kreu i grupit të deputetëve të LDK-s, Joona Lushaku Sadriu, tha se kërkesa e Abdigjikut për takim dhe diskutim me Haradinajin ka qenë një akt i zakonshëm i komunikimit politik dhe institucional në funksion të dialogut dhe bashkëpunimit të nevojshëm në rrethanat aktuale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një vizite në veri të Mitrovicës deklaroi se institucionet e vendit funksionojnë në shërbim të të gjithë qytetarëve pa dallim. Ai theksoi se qeveria e tij po punon për barazi dhe sundim të ligjit. Ligji nuk është ai që ndan shoqërinë në ata që nuk janë të mbrojtur dhe në ata që askush nuk guxon t'i prek, mirëpo e bashkon shoqërinë me bashkim dhe barazi. Nuk mund të jepni asnjë shembull ku organet e pushtetit, policia e Kosovës e tani administrata tatimore nuk u shërben të gjithëve profesionalisht, deklaroi Albin Kurti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita në Shqipëri kërkon Kuvendit të shqyrtojë me procedurë të përshpejtuar propozimin për uljen e çmimit të naftës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon që ky propozim të përfshihet në seancën plenare të 16 prillit si një masë emergjente që do të sillte shmangjen e pasojave ekonomike që rëndojnë mbi qytetarët. Propozimi i demokratëve kërkon vendosjen e aksizës së ndryshme për lëndët djegëse. Në këtë mënyrë, e gjithë TVSH-ja që akumulohet nga rritja e çmimit të karburantit do të shkojë automatikisht për uljen e aksizës së naftës. Nëse kjo masë do të aplikojë, çmimi i naftës nuk do të ishte më i lartë se 180 lekë për litër.
Opozita parlamentare në Shqipëri akuzoi socialistët se po bllokojnë punën e kuvendit. Pas rrëzimit të kërkesës për ngritjen e 2 komisioneve hetimore, Gazmend Bardhi tha se Partia Socialiste po e ktheni institucionin e kuvendit pasiv, duke mos lejuar deputetët dhe më konkretisht opozitën të ushtrojë funksionet parlamentare. Bëhet kërkesa e 5 për ngritje të komisionit hetimor pas rrëzimit të 3 të parave që majoranca me vot politike pengon opozitën të kryej kontroll parlamentar. Bëhet mocioni i 7 me debat që refuzohet në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, një e drejtë që rregulloria ja nje deputetëve të opozitës për të kërkuar debat mbi një çështje që ka interes për publikun. Shumica e socialiste rrëzoi kërkesat e opozitës për ngritjen e komisionit hetimor për rrugë të shembura. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla tha se kërkesat nuk kishin një çështje specifike me të cilën komisioni duhet të merrej siç kërkon kushtetuta. Thuhet që të hetohen të gjitha procedurat nga 2014 deri në 2025, ndërkohë që nuk kishte një çështje specifike. Pra duhet hetojmë si mënyrën e prokurimit ndoshta. Unë do isha shumë dakord, po hajde sille, duhet të shqyrtoj pse çfarë qasjes ka pasur dhe çfarë duhet të përmirësojmë ne në ligjin e prokurimeve sa i përket kësaj. Në rastin e ngritjes së komisionit hetimor, Parakshin Balla tha se nuk mundet që pushteti legjislativ të mbivendoset pushtetit gjyqësor. Në asnjë rast nuk duhet që kuvendi, pushteti legjislativ të ndërhyjë në autoritetin e pushtetit gjyqësor e përpasoj vendimi i gjykatës kushtetuese ka mundësuar që hetime të kryej kuvendi ndërkohë që këto hetime të kryhen nga pushteti tjetër, pushteti gjyqësor. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA ka pranuar një armpushim 2 javor me Iranin të ndërmjetësuar nga Pakistani. Ky vendim pritet të japë kohë palëve të negociojnë një marrëveshje paqe. Trump tha se ka marrë nga Teherani një propozim me 10 pika dhe se konsideron atë një bazë të mirë për negociata. Sipas tij, marrëveshja varet nga lejimi i lëvizjes së lirë të anijeve në ngushticën e Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për transportin e naftës dhe gazit. Irani ka rënë dakord për një armpushim të përkohshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kushtozuar marrëveshjen me ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj territorit të tij, sipas BBC. Lajmi u bë i ditur nga ministri i jashtëm iranian Abbas Arki, i cili deklaroi se për një periudhë 2 javore do të garantohet kalimi i sigurt në ngushticën e Hormuzit. Sipas tij, kjo mas synon të ulë tensionet në një nga pikat më të ndjeshme të tregtisë globale të energjisë përmes së cilës kalon një pjesë e konsiderueshme e naftës botërore. Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, i cili ka ndërmjetësuar bisedimet mes palëve, konfirmoi se armpushimi ka hyrë në fuqi menjëherë. Izraeli përjashton mundësinë e përfshirjes së Libanit në armpushimin 2 javor mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Zyra e kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi se armpushimi nuk e përfshin Libanin. Ky qendrim është konfirmuar dhe në një deklaratë zyrtare të qeverisë izraelite, e cila mbështet pezullimin e përkohshëm të sulmeve ndaj Iranit, por thekson se operacionet në Liban do të vijojnë. Sipas autoriteteve izraelite, forcat toksore janë vendosur në jug të Libanit, do të mbajnë kontrollin në zonat në jug të lumit Litani, derisa të eliminohet çdo kërcënim nga Hezbollahu. Në deklaratën e tij, Izraeli theksoi se mbështet vendimin e presidentit Donald Trump për një armpushim të përkohshëm i Iranin, me kusht që Teherani të hapë menjëherë ngushticën e Hormuzit dhe të ndalojë të gjitha sulmet ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe vendeve të tjera në rajon. Më herët Irani dhe kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, deklaruan se marrëveshja përfshin Libanin. Ndërkombëtarët përshëndetën arritjen e një marrëveshje. Kryeministri britanik Keir Starmer mirëpriti armpushimin arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ai e ka cilësuar këtë si një mundësi për të siguruar një zgjidhje afatgjatë për transportin detar. Pekini shpreson që të gjitha palët të bashkëpunojnë për të mundësuar rifillimin e trafikut normal të transportit përmes ngushticës së Hormuzit. Çmimet globale të naftës ka rënë ndjeshëm pasi presidenti amerikan Donald Trump shpalli një armpushim të kushtozuar 2 javor. Nafta Brent ka rënë me 5.8% në $103.42 për fuqin, ndërsa nafta e tregtuar në SBA ka psuar një rënje prej gati 8.5% duke zbritur në $103.25. Megjithatë, çmimet mbeten ende shumë të larta krahasuar me periudhën përpara nisjes së konfliktit më 28 shkurt. Ryanair po përgatitet të zvoglojë rrjetin e saj europian të fluturimeve në vitin 2026 me shkurtimet e itinerareve që prekin disa vende, duke përfshirë Spanjën, Portugalinë, Gjermaninë, Francën dhe Belgjikën. Siç raporton Euroweekly News, linja ajrore përmendi rritjen e taksave, tarifave dhe kostot operative të aeroportit si arsye për këtë vendim. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.